أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi të përjetojmë të këtë muaj, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ibadetet e këtij muaji Allahu nga ne t'i pranon. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do t'jetojmë bashkarisht disa çaste me madhërinë e fesë Allahut Azza wa Jall, që të njehemi përsa afërmi me mirësitë dhe bukuritë e kësaj feje që Allahu Azza wa Jall stolisi rrezullin toksor. Pra vëllezër të ndershëm, një ndër begatitë më madhështore që Allahu Azza wa Jall nderoi njerëzimin, që njerëzit nuk i la të hutuar të jetojnë në këtë tokë. Mirëpo Allahu Azza wa Jall me kujdesjen e Tij, që Allahu pasi që i krijoi, Allahu Azza wa Jall dhe i udhëzoi. Udhëzim për ta e bëri shpalljen, ku shpalljen e Tij Allahu Azza wa Jall shpalosi nëpërmes librave që zbriti dhe nëpërmes pejgamberëve që i dërgoi. Kujdesi Allahut Azza wa Jall ndaj mbar njerëzimit, që Allahu Azza wa Jall prej se krijoi Ademin alayhis salam deri ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jall i mbikëqiri dhe i dërgoi pejgamber. Pra dhe nëse shfletojmë e shohim se Allahu Azza wa Jall dërgoi shumë pejgamber. Që thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, disa nga ato ne i përmenëm, i shpalosëm Kur'an i Kerim. Vetëm se ata që nuk i ka përmen Allahu në Kur'an i Kerim janë shumë ma shumë se ata që janë përmen. Pra transmetohet me një transmetim se Allahu Azza wa Jall i ka dërgu afërsisht 124.000 pejgamber. Se herë që ka vdek një pejgamber, Allahu ka dërgu 4 pejgamber. E urësia pse vetëm se 25 apo 28 janë përmen Kur'an, ka thonë dietar për shkak se për ta përgatitën ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe për ta kalitën ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me fjalë tjera, Allahu Azza wa Jall përmeni Nuhin alayhis salam, që të provokon, që të provon ummetin e pejgamberit Allahut. Se çfarë mendoni juve nëse ju ndodh sikur që i ka ndodhur Nuhit? Dërgoi dhe Ibrahimin alayhis salam. Mund që ndodh dhe juve siç i ka ndodhur dhe Ibrahimit.
Ismailin, Davudin, Sulejmanin dhe kështu me radhë. Edhe pse më shumë që i përngjason ummeti pejgamberit Allahut, që është sprovu në qatë formë dhe në qatë faza dhe në qatë mënira ka qenë Musaj a.s. Për atë Musaj përmendet shpesher në Kur'an i Kerim. Nga se sprovat e pejgamberit Allahut janë konë të ngjajshme sikur të Musajt. Dhe ummeti pejgamberit Allahut i përngjason sikur ummeti Musajt. Pra vëllezër të ndershëm, me një fjalë, Allahu Azza wa Jall është ai i cili begati për këtë ummet është që ja ka dhuru Islamin. Pra Islami nuk është fe e përfituar, po Islami është fe e dhuruar. Për atë që i futet nuk gjelëzonin tek muslimanët ndaj ajeteve të Kurani Kerimit ma shumë se sa të fjallë Allahut Azza wa Jall, që Allahu thanë Kurani Kerim, el jaume akmeltu lakum dinakum wa atmamtu alejkum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sot unë e plotësova fen time. Plotësimi fesë Allahut ishte në vendin e shenjtë, në ditën e shenjtë dhe në kohën e shenjtë. Ishte në vendin e shenjtë se në Arafat. E në Arafat, si thuhet se Ademi a.s. ka zbritën prej xhennetit. Në Arafat Allahu Azza wa Jall ka morë beslidhjen e besimit që Allahu është një Zot prej robëve të Tij. Shpirtat Allahu Azza wa Jall para se t'i krijon të trupat e njerëzve, Allahu i ka nxjerrë në Arafat. Dhe në këtë vend pejgamberi Allahu qëndroi në kohën e bekuar pas namazit të ikindis, ku Allahu Azza wa Jall dhe Ademin a.s. e ka kriju ditën e xumo pas namazit të ikindis. Dhe këto është një çast që thonë të pejgamberi Allahu që nuk i lutet një rob Allahut Azza wa Jall, vetëm Allahu Azza wa Jall ja pranon lutjen atij pas namazit të ikindis ditën e xumo. Dhe dita Arafatit, atë vit pa të qëllu dita xumo. Pra transmeton Vehb ibn Munabba, i cili thot, një qifut i ka thonë juve, Omer ibn Khattabit, juve ju ka zbrit një ajet neve, qifutve me na pas zbrit një ajet i ngjajshëm si ju, atë dit e këshin shpall dit fest, të cili ajet e lexoj këtë ajet. Sot ja kam plotsu fen. Plotësimi fes do të thotë që përpos shmëria e zbukurisë Allahut. Të pejgamberi Allahut e pruni shembull çka do me thonë më plotësu feje. Pejgamberi Allahut tha shembulli im dhe shembulli pejgamberëve të mëparshëm. Pra pejgamberëve që kanë ardhur para me, a shembulli sikur që disa mjeshtrëve që e kanë ndërtu një pallat, dhe aq pallat të bukur kanë ndërtu derisa çdo kush që kalonte dhe shiqonte u çuditste me bukurinë dhe stolinë që e posedonte ky pallat, vetëm një skaj ja vrante sinit çdo njonit që një tull këtij pallatit i mungon. Vetëm një cigëll mungon. Dhe kejtë që qëshin thoshin çaj qush, isha ka me qështu. Pejgamberi Allahu tha unë jam tullë. Kur të nohet kjo tullë, a ka vend më për gjithë shka? Pas ka pejgamber, pas o pejgamberit Allahu. Tha unë jam tullë. Me pejgamberin Allahut është plotësuan, është rumbullaksu mesazhi Allahut Azza wa Jall. Është bukuru pallati Allahut Azza wa Jall. Është bukuruan mesazhi Allahut Azza wa Jall dhe begatia Allahut është plotësuar ndaj robëve të vet.
me çfarë Allahu e plotsoi dhe zbukuroi, me çfarë nderoi birin e Ademit, e nderoi me Islam. Për këtë arsye vëllezër të ndersh, Islami është bukuri, është stoli e kësaj dunjoj. Dhe pa Islam s'ka mundësi që të qëndron kjo botë. Kiameti bëhet kur ngritet Islami. Kiameti kur ndodh, kur sipërfaqen e tokës mungon shahadeti, atëherë ndodh kiamet. Kështu thonë te pejgamberi Allahut se nuk bëhet kiameti derisa në tokë sipërfaqen e tokës ka njerëz që adhurojnë Allahun, ka njerëz që dëshmojnë shahadet, ka njerëz që cilët thojnë Allah, Allah. Pra thonë të pejgamberi Allahut se nuk bëhet kiameti derisa Kurani Kerimi të rikthehet nga ka ardhur. Kurani ka ardhur prej lart, do të ngritet lart. Dhe nuk bëhet kiameti derisa të shemët qabe. Dhe nuk bëhet kiameti pra derisa gjurmë të Islamit të humbin, pra ekzistimi qiejve dhe tokës është për arsye për shkak ekzistimit fesë Allahut. Nëse nuk ekzistoi Islami, nuk ekziston dhe tokë, nuk ekzistojmë dhe ne. Pra të vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jalla ka stolis këtë dunjë me Islam, me din, me fe. Dhe kjo është feja që Allahu ja ka dhuru. Kujt ja ka dhuru? Ademit ja ka dhuru, Nuhit dhe gjithë pejgamberëve të Allahut. Gjithë pejgamberët e Allahut kanë thirrë në Islam. Asnjë pejgamber s'ka pas ndonjë fe tjetër. Para të vëllezër të ndersh, një ndër bukuritë e Islamit se feja islame është e vetma fe e vërtet. Po feja krishtere? Po dhe ato ka qenë musliman, mirë po e kanë deviju. Po që futët? Po dhe muzaj ka qenë musliman, mirë po ato kanë rëshqit dhe kalon fejë në tyre. Pra të gjithë mban njerëzimi ka rëshqit, ka praktis fejë në Allahut. Gjithë pejgamberët e Allahut, gjithë thirësët kanë thirë në Islam. Dhe kush pretendon dhe mendon se ka ndonjë fe të vërtet, të pranuar të Allahu Azza wa Jall jashtë Islamit, nuk është musliman edhe me qenë 5 vakte namaz. E kuptuat se kjo është iftira, biftan Allahut me qitë. Se tash na mësojmë se vetëm një Zot, dikush do të jo një Zot po 3 zotë. Tash apo jetë një Zot a 3 zotë. Edhe pse krishterët, pra ta ndarja e kishës lindore dhe perëndimore, katolik edhe ortodoks, pse janë ndarë për këtë çështje, për Trinitet. Të një kisë ka pranu, që të ka pranu. Ta në erdhen këto trit, ja falen gjakin që i futve, tha po bomi vlasë një bashkim, përshka këse e kena një mision, cëllë mision, ta në që i futët të shlidzojmë krishterë, krishterë ta të shlidzojmë që i futët, dhe kjo është ajo komploti botëror që cilën a këton tentojnë, me shlidzu një tjetrin, që i futët tentojnë me shlidzu krishterët shlidzojnë, ki tentojnë me shlidzu që i futët, për çka se të kut nga dhënjejmë i përmbismi në ato, edhe ato në i përmbismi, Allahu i përmbis të ditë njoni me qetrin, kështu Allahu i ban helal zullumqor. Dhe Allahu e trashëgon këtë tokë për njerëz të drejtë. Inna ad-dina 'inda Allahi l-Islam. Feja vetëm e pranuar te Allahu është Islami. S'ka që të fe. Dhe ata veç një model. Dhe këtu ne kur s'kan arrit armiqtë të Allahut, që neve me na prish Islamin, çështjen e besimit, tentojnë të nuhatin parimet e besimit. Çfarë janë parimet? Tentojnë ato të na rrëshqasin nga rruga Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu azza wa jalla ka zbrip Kur'an dhe ka thënë katalog. Katalog ka qenë kush? Ai që e ka përkthi Kur'anin, që e ka zbatu Kur'anin, kush ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra qish ne ta praktikojmë Islamin dhe Kur'anin, qish e ka vepru pejgamberi. Pse? Se Allah e ka zgjedh, ka thonë që këtë model.
Nuk ka mundësi që tër model të pranohet te Allahu Azza wa Jall. Pra thot pejgamberi Allah, kush e vepron një vepër, ne më të fes, ne më dinit, me po ne nuk kemi urdhnuar ta. Ne nuk e kemi zbatuar ata. Ajo nuk pranohet te Allah. Qoftë edhe në tanë notën ti me bon namaz edhe me agjeru 24 orë pa qelë hiç në ta. Për çka këse model e ke kanë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Para do ledhe të ndërsh, Allahu thotë, wa men yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kush kërkon dhe një fe tjetër pos Islamit, nuk i pranohet aty. Dhe në akiret ki të qetë njeriu nga të humburit. Pashtu Allahu Azza wa Jall i tharet dhe i thartë e librit, që pretenduan se ne jema gjithashtu në kena libra që e lorë. Pra ta në thotë Allahu Azza wa Jall publikisht i tharet mbar njerëzimin, në veçanti ata që e din librin që e lorë, që besojnë se ka Zot, që besojnë se ka libët nga qielli, që besojnë që ka ardhur pejgamber, thotë Allahu Azza wa Jall thiri dhe ata. Në çfarë ti tharris? Qul ya lil kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. O ju i thartë e librit, e jeni që të bashkohemi me një fjalë. Cilin fjalë të bashkohemi? Ta'alu ila kalimatin sawa. Bejnëna wa bejnëkum alla na'bude illa Allah. Që mos të adhurojmë asken tjetër pos Allah. Mos të adhurojmë asken tjetër vetëm Allah. Wala nushrike bihi shay'a. Dhe mos t'i bojmë ortak ati. Wala yattakhidh ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dhe mos t'a bojmë Zot njëri tjetrin. Zot, mos ta bëjmë njëri tjetër. Që e ban Zot njëri tjetër? Prifti pretendon se është një shkallë më të lartë se sa i tjetër. E adhuron, shkon te karrika rrëfimit edhe i shpalos atij çka ka bën me animut moti. Dhe më tregoi një shok se si nëna vet kaloi në Islam. Aja zvicron. Ta çka e motivoi atë që ta pranon Islamin, ta për shkak se kanë zakonin në tonë mot në ditën e festë, shkojnë karrikën i thënë rrëfimit, shkojnë edhe rrëfejnë priftit, i thojnë si vetë kanë bërë çeket dhe çeket dhe çeket dhe çeket. E ta pastaj prifti thot prit çut. Edhe him as perdës fol ku shumë me Zotin. Edhe i thot fola me Zotin ta fali, paguaj çaj çekin, e kupton? Paguaj edhe mos gabomo me përsërit. Të thana na ime kështë vendosë një vetë, se i kështë dokën shumë kjo qesharake dhe kështë vendosë me rrejnë prifti. Dhe thotë kam bo si vetë qeket dhe qeket dhe qeket dhe qeket. Thotë pritë pa. Himas perdës bëj gjivënohet e dikur del, thotë edhe qeket dhe qeketan po ta falë, ama mos e përsërit mu. Tha qëfar Zoti është dhe i Zoti jotë që s'pedi se po të rrejnë ti edhe ata. A që këtë fejë e përmërëni. Për këtë asi e vledhë të ndërshëm bukuria Islamit të na është që është mbules të rësisht. Para të transmeton Abdullah Mesudi, cili thot kohën e pejgamberit Allahut në sahabët u mbledhën në Medinë dhe po flasmi, po diskutojmë për popujt, për Ben Israilet që kanë qenë para nesh. Po diskutojmë për gjunohet e tjere se si kanë qenë, si janë trajtu ato. Dhe kjo është një ndër bukurit që Allahu Azza wa Jall ja ka lecu umetit pejgamberit Allahu. Dhe përmenën ato se përpara, kush ka bon gjuna Allahut natën, kur a qunë mëngjes, a shkrujt në derën e filoni, se filoni për omë ka bon këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë. Me shpagu dhe me la që këtë gjuna duhet me bon këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë. Pasaj tha Abdullah Mesudi, o ju vlezër tha, paramendoj se si janë turpru popujt e mëparshëm, ndërsa juve Allahu ju ka nderu, ju ka bon që ju me ja fal gjunohat dhe veç me një shpreje, mi thonë, o Zot më fal, Allahu të fal edhe të mbulon edhe nuk të marron. Ta pasha Allah,
Në ajet Kurani Kerim që Allahu Azza wa Jall ka thonë, dhe ato që i bojnë Allahu gjuna, i kujtohet Allahu Azza wa Jall dhe i pendohen Allahu. Dhe Allahu është i vetmi dhe e din se vetmi Allahu është i falë, kja jetë të tashma i dashër për mu se sa dunjoja dhe qka ka në ta. A ka ma mirë tha, a ka ma nderë se sa Allahu me ti mbulu ti e të metët e tua, dhe Allahu me ti ndëgju fjallët e tua, dhe Allahu me ta pranu pendimin tanë, dhe Allahu me ta mbulu gjunajnë tanë, dhe Allahu Azza wa Jall me ta falë dhe gjunajnë me ta shëndru në sevap. A ka ma mirë si kjo? Pse ka thonë Allahu Azza wa Jall çdo kujt. Popujt e mëparshëm, si transmetohet, njonin se i ka ra pishman 40 vet udh për me udh, perëndim lindje, dikur plakët paraqitet sheqeri edhe fillon mu plak edhe nipët i shtohen edhe rrudhët edhe çka thot bollmo jeter. Mjafton edhe janiza kupton me hin xhami. Te populli Ben Israilet a kon kusht me ja pranu Allahu pendimin që ka hec në perëndim Berlin në gjatën majt për me ja falen punë të Berlinit a dash me mit vetë. A dash me mit vetë. Ndërsa të ne me mit vetë në gjuna ima. A e kuptove ti se ke ardhë me një islam që thot pejgamberi Allahut, ka marrë me një din, me një fe tolerante, fe të letë. S'ka fe me letë se feja islame, për disa arsye. E para pe atën, janë bukuria islame. Se feja islame e feja natyrës, e natyrshmërisë. Çka ka në fe që njeriu i zakonshëm normal që nuk përputhet, nuk përshtatet me ta? Hajde trego. A ki gjithë dishka në fe që njeriu normal nuk mund të përballoj? A ki gjithë dishka në fe? S'ka. Kja në fe e natyrshmërisë. Se çdo fëmijë lind natyrshmërinë e pastër të Islamit. Natyrshmërinë e pastër. Do të thonë përputhet ajo që ka ardhur Islami me atë që Allahu ka kriju ti. Çdo sen që Allahu ta ka bo haram, është e damshme për trupin ta. Pra istë ka pasi në oti ti. Se Allahu të ka nderu me men, so çudit në unë. So shpenzojmë në fëmijët kur të fillojnë ato, do dhënë të fëmijët për shembull nuk janë të aftshëm, psikikisht i bardhin për psikologë, në për mjek, në për neurologë, apo? Pastaj ki në kësham si të vene, viskin me vete. Ta në tavolin, mi hub mente vete. Para me dojë të më tërqë. Sa ba je pare me pru me ble men, në kësham je pare me hub men. Tregon Islami qka ka orë diçka që nuk përshtatët me ti. Hajde. Cilën çështje e ki po në Islam që nuk përshtatët me ti në shmëri. Ndërsa të qertë a ki po diçka që i përshtatët me natyrshmëri. Për shembull, ibadeti më i madh te krishterët është mos mu la. Ma parcavelin dunjo që e shef, ai që ka arrit 10 vet mos mu la, kia është njeri më i devotshëm. Ai që smer të haret kur njët, ki tekvallëkin në qele ko. A që si tekvallëki po do t'ja. A që kja është islamiot. Ai që si lon durët kur hiq, dimi la. As fëtirën e vetë, as sit e vetë, as durët e vetë. Aja është njeri asket, murë, ma parcaveli, ma gjablokin është aj murgi ma i mëdh. A kjo feja? Pra ta thë, alhamdulillah o Zotë që më ki bo musliman. Pse neve Allahu Azza wa Jall ne ka obligu që prindit mi këshirën, apo? Në shpit tona, kurse të qerti ka thonë lej ku dush. Kjo është qëlla është me natyrshmërinë pajtohet më shumë. A jo në atin. Na i kena fqin. Pse Islami na ka porosit mi pastru dhomët tonë, me i pastru dhomë tonë, me pastru trupin tonë, me pastruan
salonin ton, me pastru borrin ton, me pastru dhe sokakin ton. A kjo është natyrshmëri apo kundër natyrshmërisë? Cila be civilizim? Kush po na çnet neve që të rim kur s'kan ditë në perëndim deri frik s'kan pas banjë në përshpije. Ato për neve kanë mund. Pastaj na i kanë kopjuar të copy paste. Ni banjë ni mahall. Përpara kishte kupton çdo banjë në përdhom, apo se kishte turp. Të ishin e mamxhik apo? Të thonë që mora dhoma, kupton, kur ta martoj gjallin punën e parë me ne që mamxhikin apo? Tash jo, mora s'ka nevojë. Me mi gjallar, me kejt, me një banjë. Për shkak se më Zvicër që shto ishtë. Po Zvicër s'ka pas hiq. Islami nga ka porosit se nona a pjesë e jetës sonë. Pastaj një Amerikana që ngritën përëndim, mirë që ka bon, s'ka bon keq, po tham keq. Da që dhe ka drish lipën drejtët e grave, drejtët e nonëve, dhe ka arrit një ditë, 8 marsin a i thëmë, atë ka qenë 21 marsin, ndryshon, për vendit, po 8 mars na i thoi me aqu një lullë, pse një lullë, se në vetë shumë e ka dash 20 vetë se ka vizitu. I kanë praktis nonat, prindrit, mësusin e kanë praktis, se kanë vlerësu, ani, s'ka problem, dita mësusit, e atin, te na dita mësusit, na tan jetë. Me muni ka qenë njeri Afgan. Me mun. Me gjitha ta, i ka qu fëmit e ti të edukatorit të mësusi me eduku. Edhe fëmit e me munit një ditë zinjen njoni me qëtërin. E ti për shka zinjen? Për shka e mene? Fëmit e mbretit. Fëmit e mbretit, jo këstinve mbretave të vogli, këto që i kanë kufit të vogli, pa ato që i kanë sundu të dunjon, për shembol, sigur të thonë, gjemë të të rompin. Zinjen njoni me qetërin, se cili prej atinve po ja palon këpucët, sandalët, po ja bardë mësusit vetë. Ka i ka thonë unë, janë ngrinë dhe me muni ka vëzhgu, edhe kanë rarë në pajtim, kanë rarë dakord, ka thonë, ti kundrën e gjatë, unë e të majtë. Ta është në klasë shka bëhët, njëjtë, ama kundrën e vetë, ja për mikrije mësusit. Apo, cila është ajo, këndëm, cila vebë? Për atë pejgamberi Allahut nuk është prej meje, thot a i cili, nuk e nderon plakun, dhe nuk është prej meja i cili, nuk e mëshiron të vejgjilin, dhe nuk ja din vlerën djetarit. Kja feja jonë. Në ta një jetën e kena respekt, nëse kena një jenë mot. Ato në dërmu neve me festë. Dita drunit, dita lisit, dita plepit, dita mësusit, dita nonës, dita grujës, dita vajzës, dita dashuris, dita ilberave, dita kjo. Qka u bombe kjo? 150 e dishka festa, kam një. Macedonia, halli Macedonia. Që në hartë kërkunë së në gjenë, gjithë moti festa. Edhe shtru e dille festa, do thot që kejtë pensionera. E ka feja të cilën, e feja islamesajt festa, e ka të di festa. Për çka se ne kena ardhën në botën e punës, jo në botën e dëfërimit. Botën e dëfërimit në botën e xhenetit. A e kuptove pse ato e kanë fest, të me thonë fest. I kanë kallaballëk, se qata e kanë, që ajo i jetë. Për ato lejo të ndërë, bukuria më e madhe islamit është se feja Allahu Azza wa Jall ne ka pru fe që përshtatët me të natyrshmërinë. Dhe fe e drejtësisë, fe e balancës mes dunjos dhe ahiretit. S'ka ardhë fe Allah të vëqë për ahiret dhe mos meno për dunjo, po s'ka ardhë dhe vëqë meno për dunjo dhe mos meno për ahiret. Ka bo balancë mes kësaj. Allahu Azza wa Jall e ka balancu. E adhuron Allahu Azza wa Jall, ama jep hakin dhe trupit tanë.
e dhëron Allahun Azza wa Jall dhe ja jep hakin punës tonë. Për këtë arsye, zhvillohet një bisedë me Selman el-Farisi dhe Abu Dardas. Abu Darda namaz natën, agjerim ditën. Kur shkon Selman el-Farisiu që i kishte vëlla kështu në Islam, e shef gruaja vet se është e mërzitur. Me pyet çka ka, thot, ki do të thonë që tan natën namaz natën, tan ditën agjerim, do të thonë që faktikisht punë ti kalon apo. E Selman el-Farisiu i thot diçka që pejgamberi Allahu te miraton dhe pëlqen dhe preferon. Ka thonë ja Abu Darda, ulu. Bujrën ha. Ka thonë jam agjerushëm. Ha. E qërë. Pasaj në fund i thot, ja Abu Darda, dije se nefsi jote ka hak, jepja hak. Gruaja jote ka hak, jepja hak. Fëmijët e tu kanë hak, jepja hak. Fëmijët e tu kanë hak, jepja hak. Puna jote ka hak, jepja hak. Për kërej duhesh me pas orar. Erdhën 3 njerëz te Aisha radiallahu anha dhe pe i thoi, ja Aisha, çfarë ibadeti pejgamberi Allahut bën? Ta pejgamberi Allahu, ta u fal ke notën dhe pushon. Pejgamberi Allahu dënë era xhuron, dënë era çelt. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam bante kët edhe pushon. Njëri pe atin dhe tha, pejgamberi Allahut ke gjunojt, Allah i ka fal edhe pu fal ka bëjë namaz not. Ta unë më kur, tha mo shtratin, miru bashmi, s'flen hiq. Qetri për atin, tha unë kam agjëru të njetë. I treti për atin, tha unë s'ka më martu, kam me të beqarë të njetën të adhuroj Allah. Pejgamberi Allah, kur në dëgjoj i idhnu fort. Dhe kjo në që të dishme më idhnu, po njoni, a banë ndër një gjunat për më idhnu? Ato gjunat, më tonë, cilin gjunat, cilin gabim e banë në to? Sa to të pru. A ti kus duhet me të pru? Pejgamberi Allahu tha ndëgjoni, tha vallahi, tha unë jam që i tut në Allahut ma shumë se krejt. Nëse doni me dit, kush i tutet Allahut ma shumë? Pejgamberi Allahut. Nëse doni me dit, kush e ka njohë Zotin e vetë ma mirë? Tha unë. Mi gjitha ta, tha unë, tha baj namaz natë dhe flej. Jep hakin edhe po edhe trup. Unë jam që agjeroj dhe e qel. Dhe njerë agjeroj? Dhe njerë? Ha, forconë. Dhe unë jam që i martonë. Kush e len sunnetin tim nuk është prej me. E këpëtohë se që i banë balans islami mes dunjos, hakit të dunjos dhe hakit të fes. Për atë thënë të pejgamberi Allahut, nëse ndëgjoni se bëbon të kiameti dhe ndorën e ju njoni ndorë ka, një pëjmë duke mjellë në ta mjellë. A që bëbon të kiameti, në të bëbon të kiameti, ti mjellë. Thot për çka se nuk hajnë për asaj pëjmë dhe një zog, apo dhe një insekt, apo dhe një kafsh, vetëm ti e qkruat sadaka. Imson të musliman se si me gjallëru këtë tokë. Imson të musliman se si me punu, se më punën tonë, puna jote shëndrojt i badet, amo puna jote bat i badet i shejtonit, kur ti hisht në hak Rahmanit, Allahut azza. Ve namazit dhe puna farz. Në farz, e di kur e kena punën? Veç kur da puna namazit, po dhe puna farz. Po mirë tash, që tash i kena lën me ara, me fusha, me kejt. Tash a farz, a na file, a me këru u bon. Shka u bon kjo bu? Tash të s'pu bononi, po Allah s'pu ka e sot. Do me thonë që s'ka na farz gjithë një. Për pensionerin, a farz më na punë. Për atë që i ka, a farz. Për di kanë farz, për di kanë na file, për di kanë më horë gjenjën që ko. Po pse ne veç kuna çështja i ibadetit, doj me avjedh kohën Allahut, me shtin në hambarin ton, pasaj u bereqeni. Po u bereqeni. Po si të qovë dhe të ndërshëm, Islami ban balans. Ka orë në fejë në tërshmëris, gjithashtu Islami atë shumë i ka korrigju edhe në gjenjet e njerëzve. Për ata Aisha thot, ajetet e para ku kanë zrip në Mekë, ajetet e ahiretit, besimit, besim, ahiret, vdekje, tamam? Halal, haram, namaz, s'ka zripën endë. Agjerim,
S'ka. Zeqat? S'ka. Pse s'ka të zipë do? Thot për çka se njerëzit nuk janë konë të përgatitën të përgjigjen Zotit të tyre. Allahu i ka kalit, i ka përgatit. Mi bon vetëdijshëm ato. Se ti namaz ku të banjsh, pse ban? Pse ka ahim? Amo ti nuk e beson akeret. Ti nuk e beson se ka rrogë. Ti nuk e beson se ka benzin fun. Ti nuk e beson këta akeret. Qish me të bin ti e me punu be vëlla. Ti me thonë bane që këtan, po ti se ban. Pse se ban? Se s'ka është problem. Ti duhesh me bin një herë se ka është problem edhe për një me kjo. Kur i kanë bindën sahabët, kur i ka bind Allahu Azza wa Jall se ka ahiret, shpërblejesh për çdo sen, atëherë kanë fillu halali dhe harami. Derisa edhe kjo në mënyrë graduale. Ndonin që ta lombe për një ditë. Po mirë be kush po të bëni ditë? A ban për 3-4 ditë? Ama mos me loni që? Në këto problemin e këtë. Alkoholin e kanë pije në arabët si kur ujim. Me i pas thonë len alkoholin, që ishme pa alkohol me jetu, s'kanë mujtë të më gjënuj. Sukur me thonë ti pa cigarë. Për ata Allah Azza wa Jalla ka përmenë se në alkohol ka dobi. Shit blerje, biznis, o pëton, që ato e banshin rrushin, edhe hurmat i banshin alkohol. Kishin biznis. Do me thonë që mbi e to ishin pjasoj. Sukur na me një zaman, nëse di në këmonovar, këna jetu pi doanit, e dini. Monopoli kur ishte, ku pëton, kej doan. Mi pas thonë dikuj që mund me jetu pa doan, dhe ka jem normale. Për shka bojmë, në shka hojmë, e ta shka po halni be. Mel dohan e ha spec, mel dohan e ha spec, ha qarën. Dash as mel dohan, tash më ka kërdit mishit i qka i ndirën më ka po. Që dikje. Në të kohë me spec. Bajram e bajram, kurban bajram, që të ere mishin e ka po. Apo? Po me gjitha ta, Islami kur ka thonë ka dobi të alkoholi, mo domi është më i madh. Pauza e parë. Pastaj ka thonë mos pini alkohol duke qenë ju namaz. Të ato kanë pi natën, ditën s'kanë pi. Pastaj ka thonë që kjo është punë e shejtanit. Apeleni, sahabët janë konë gjengje ke i pashish me lonë jetën, jo e alkoholin. Ato mërën kanë nderdhën, deri sa thuat se rrugët e Medinës janë bon sikur me qenë lumej. Pse a kaliti moni? E Allahu Azza pse si tha pim parën ditë? Lene! Nuk i tha. Për çka se Allahu Azza wa Jall ishte ai i cili pat ardh një fe me fe të lehtë. Me fe e lehtë. E umetit pejgamberit Allahut ja ka letu edhe ma shumë. Se agjerimi popujve të më parshëm ka qenë me braktis ushqimin, pirjen dhe të folurin. A nuk thënë të Merjemi inni në dhertu li Rahmani sauma felen u kelli me ljeu me insir. Unë kam bo një jetë me agjeru dhe nuk i flas as kuj. Para me ndohet shqiptarve me pasar agjerimi dhe bus me folë. Para me ndajtë, të thonë që edhe mos me folë. A popujt e me parshëm e kanë pasë. Mos me ngronë, mos me pi, mos me pas kontakt me gruën, dhe mos me folë. Qa. Dhe orari i agjerimit ka qenë majgat. Iftari dhe sifiri ka qenë me sakshomit dhe jacijës. Si me sakshomit dhe jacijës? Po në astrit cigarës e një pas në pikë, po ha astrit. Do thonë që një iftar ki qenë para se me theri atësia si firë që shtu ka qenë në gjënimi në fillim po me bo vakiti me ardhe edhe një iftar edhe dze gjumi e kota tëp edhe s'ki qeli iftar duesh me vazhdu edhe nesër që shtu ka qenë në gjënimi. Pejgamberit Allahu Azza wa Jalla ja ka ngrit, ja ka përgjysmu, natën ka thonë hani dhe pyni.
Për këtë arsye, Islami, bukuritë e Islamit është që Islami ka ardhur që përshtatet gjithashtu me karakterin e njeriut. Ka ardhur mesatar i drejtë. S'ka bërë dallim mes njeriut, mes ziut dhe të bardhët. S'ka bërë dallim mes arabit dhe jo arabit. S'ka bërë dallim as mes burrit dhe gruas, në aspektin e shpërblimit. Shpërblimit i kanë njësoj. Për shkak se kjo është drejtësia absolute e Allahut Azza wa Jall. Ke Islam ka ardhur fe e lehtësisë. Pejgamberi Allahut e ka dashur lehtësinë. Para transmeton Aisha radhiyallahu anha që thot pejgamberit Allahut, nuk ju ka dhënë rast me zgjedh, mes dyve, vetëm se e ka zgjedh më të lehtën, nëse nuk ka pas gjuna. Do thonë që ta shpejtësej më të gjithë. Qish më të lehtën do të s'po falna. Jo, me lën namazin e gjuna. Amo kur ti jepet rasti me zgjedh mes dyve, ta zgjedhi kët apo kët. Cilla është më lehtë për ti? Me mora abdes me ujë nxehtë apo ujë të zoftë? Ha? Me qëta e kje ma se vab. Që janë ma se vab për ti. A ma se vab mi dhonë mest konve a milar. Cëlla ma letë që janë ma se vab. E më rëdhësh. Allahu Azza wa Jall neve ka ardhë me fe me na i letësu, jo me na i vështërsu. Këtë fe kush e posedon të dikush, përveç e neve? Ha? A e posedon dikush? Për atë fe Allahu Azza wa Jall është madhore. Që pejgamberi Allahut ka ardhur gjithashtu hapa sapi neve na i ka spjegu. Ka thonë kur të hani, mos e tepro. Ama dhe mos u ban as ketë mos me ngriç. Për shkak se trupi lip me majt shëndetin tanë. Ku t'jepni, duni me dhonë. Ama dhe mos u ban në kupracë, mesatar. Na jena umet mesatar. Për këtë arsye feja Allahut Azza wa Jall a fe nga dhjimtare. S'ka mundësi. Bota ta pranon dhe një din përveç se Islami. Dhe kejt kjo që i bot anti-islame, që janë shdo bon në përmes medjave ndryshme, bot për që këtë qështë. Se nuk kanë sistem, nuk kanë fe, nuk kanë religion që i përshtatët në të shmërisë e njeriut të mequr. Veç feja. E vetë me feja është ajo e cila i plëtson këto kritere. Për ata, Allahu Azza wa Jall veçanti këto ditë, për këto ditë, për si vjetë je ka fillu, mendoj se ajo aleon sa e muslimanve me evropianët. Se evropianët tash kanë med në balë, ju e dini, gjendjen politikë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall është duke i hapën dyrët e pranimit të Islamit në veçanti në Evropë, në kalat e Evropës ka me shkel Islami shumë shpejt, ka mu qliru këto vend. Për shkak se a bota e Evropës është bota e shkencës, bota e turisë, bota e përparimit. Dhe nuk përpudhët, s'ka mundësia i të kthehet krishterë të botë, ta ngoj e priftin viqa i di dhe ti s'duesh me dit as me lexu. Ato për këtë arsye kanë përmbys kish. Për këtë si për shkak se ka qenë fe ngurt. Feja islame është feja e cila depërton dhe ka me depërtu ku ka depërtu nota dhe dita. Se është feja e natyrshmërisë, është feja e shkencës, feja e përparimit. Asgjë feja nuk e pengon dikan përkundrazi e ndihmon me përparu. Rreziku botëror nga kanosët, nga kamot. Apo kamot, apo qesin araqë. Fundosja e ekonomisë botërore, cila zhvillon luftat të mëdha, tentojnë luftën e tretë botërore të adhesin për ekonomi. Nga ju ka ardhur sherri, nga ka ardhur nga kamot. E Islami këtë çështje e ka zgjidh, e ka qitë në tokë edhe ka zgjidh problemin e çështjes alternativat e shumta që i ka përun, që i ka mojtë disa ligjërata, cilët alternativa islame i ka përuan çështjen e zgjidhjes e problemit të kamotës. Se kamota kultivon vetëm se mbledh kapital dhe nuk zhvillon, e shton papunësi. Pse? Se banka qendrore ti e ti jep me 5%.
Banka e dytë je jep ati me 7%, e ai je jep me 10%. Ai do me thonë që pasuria e patunçme qarkullon në dorën e bilionerave, jetë dora e punës, jetë pa punë. Rezultati ka mund. Ndërsa ne kena një zgjidhje i thëjmë mudarabet të cilën e ke pasisht në ortak, ti punën unë e parë. E për ata kështu ne e gjallërojmë tokën dhe e zhvillojmë botë. Mora me arën këta. Këta projekte janë bërë mëtë. Me po deri sa kupton të shuen hajnët pa këtë më dojnë. Për ato dhe të ndërshëm Islami, Allahu Azza wa Jalla na ka nderu me këtë din, me këtë Islam i cili nuk na ka met neve diçka tjetër që thonë te Abu Bekr Siddiku kur vdiq pejgamberi Allahut hipi minber e majti hitben dhe tha o ju vëllezër, prej neve nuk na ka met diçka tjetër vetëm që të mësojmë dhe të praktikojmë. Merre për kthej. Kur ndodhin disa skandale familjare në për dikun paraqitën e dhe i thamë po mirë be Islami ja ka thonë çështu. Po be o gjafenia mo, se mendova për që bashkë nere po në ndodhë. Po ai zoti jote ka mendu para ti, ai ka mendu për bien tonë, ai ka mendu edhe për gjelin tanë, ai ka mendu edhe për fëqingjin tanë, ai ka mendu edhe për babën tanë, ai ka mendu për mu, për ti, për gjenerata që vinë. Allahu Azza wa Jall femrës ku e ka mbulu, kur e ka obligu mbulesë, pra atë keqen e ka dashë robëru, a ka dashë me qliru ata me rujt. Me rujt. Për shkak se ku ndodhe skandali dhe problemi, atëre mos e fajsot i vetë vetën tonë. Për shkak se Islami ka ardhë the për të rujt turpin ndërë. Ka ardhë the me të mësu ti e se si duhet ti me jetu në këtë dunjo. Allahu ka thonë, Ela ja'lemu men khalaq, wa hua al-latiful khabir. A nuk e din Allahu që ka kriju, e ati nuk i mshefet asë nësem. A i kinezi kur për prodhonat të aparatin për di a i, katalogin për të amen, të të kështu përdore. Japonezi kur e ka prodhu motorin, të regonë se që shpe përdore. Apo? Gjermani kur e prodhon Mercedesin, gjithashtu të regonë që shpe përdore. Francezi e këmëton Peugeot, gjithashtu të regonë. Kejt e di, për shkak se vete kanë mërru. Vich Allahu Azza wa Jalla s'pe di, apo? Kur ki e problem ti, kur ti nuk i përmbash asaj të cilën kanë mësu se si ta shfrytëzojsh apo si ta përdorsh. Na Islamin e kena pejgamberin Allah. Modelin e kena pejgamberin Allah. Neve diku nga troll punë. Pse zora po me dek? Po normal se apo zor me dek, se duhesh babën sa gjeni hat me mjak nuk. Dhe e kushton minimumi 100 euro të në fukarat. Apo, forin dhe evin e Allahut e pagun edhe që kaq. Apo, hoqën dojën gjelimën që të bojnë. Na i kena qitë dhe vetë këto. Këto s'janë të vesë. Këto nuk janë të vesë. Apo, këto janë dervishve, madhe in Iran. Pre i svidoj këtë të gjallarët e botës, si të mujnë ato me mpru dhe një argument në shëriot. Si mos dale Humejnë një. Baba Humejni ka thonë hu, thuj la ila Allah 70 merët, baba në gjithë në gjennet, nësë të balë në gjennet. A i se ka parë këmë dhe nëse ka ditë që ka në gjennet, i ki përhin në gjennet. O, që ata parët në gjepin e ogjës janë për qëllim. Në përmes kujt, në përmes që ti dervishit e gjep me në galdur neve se shka në shvejë. Pastaj ju ko gjallarë të ri për një me, këmëton ti shka këtë ndrysheve, keni dalë me tre podë. Na doj me t'i vedhë parët e tua se i kena haram në gjepin tanë. Po i mojnë gjepin tanë, jepi së të ka për për pëtën. A po do t'i, unë pëtën po banë me donë, a më së të ka. Po a hitë si do një be ju parët. Po ne i dojmë parët, a më në i dojmë gjenetin ma shumë dhe parët. Edhe jo që të parë e dojmë. Parën haram baraz ban zjarë. Nuk ka atë para që tërkujt haram. Tëronë që ti qevo, ajde në të rinë që ki në gjepin tem. Që shtu kjo i këtë i dhe? Ti e tëronë për gjepi këtu në gjepin tem. Qa në ki?
Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, na duhet ta kuptojmë se Islami është në Kur'an. Ai që e komenton Kur'anin, që na ka kallëzuar çish veprohet Kur'ani, pejgamberi Allahu. Dole një santin për lidhjes, për linijës, pejgamberit Allahut, lodhë kot. Po tam kot lodhë. Mos thoj ditën e Kiametit, o çoja feni I pa gjenal, ta kupton një unxhën, ka rrik të butë e ke pasish edhe ne ke po rrafsh. Jo valla sta bën rrafsh as pak. Për çka kësa gjë na dje na ol mu krejtna. Edhe unë I tham Zotit tam I kam kallëzuar mos ju kam ush menja. E nëse s'ta mush menën Kur'an, s'ta mush menën sunneti pejgamberit Allahut, ta mush menën te dikush. A dikush nallët e Ebu Lehebit, ku t'i vesh vlon të runi, kja në dënimi ma I vogël në zjarë. Pratë pejgamberi Allahut thot, a I cili më vesh diçka, a I cili më trillon diçka që se kam thonë on, se ka thonë pejgamberi Allahut, sa është hadithi vërtet? Thot let përgatitet në për një vend në zjarë me ka të rezervu. Po për mirë be patas, ka për mirë, studio, ullu, ndaj e karikën. Këshira është hadithi vërtet ajo. Se s'ka mundësi hadithi vërtet, mundesh me logjikën e shëndosh, s'ka mundësi. A më të nga ka med, po mirë be të e bëgjeli, për ata shkoj në gjenem se I pat metën zakon. Se edhe ishte I bo musliman. E po lepi pse shkoj, tha se babalar di kena pas qështu. Kerejt me kasit pse shku në ato në gjenem, se na I kena gjetë babalar tonë. Ama babalar të tërë, a kanë pas apir? Po ti akademik be babën tanë e ki pas. Qka ma ki pas babën tanë, qka po duket baba jotë, baba gjithë që s'ka dit me shkërujtën. A I ka qenë fetar, alhamdulillah, A I ka morë për vetë. Ama kur u bo të ti akademik, ti me repliku pejgamberin tanë. Me kanë, me traditën e babës tanë. E baba jo qka ka konë? A valla, kur livroj ke aj, pa, që e maj ka orë. Kur të bojë ki operacion, e ki po, ku të nunën të me po operacion. Edhe me drejtuvi që jo me t'i shkoj që të. 5.000 vend, I vend, a thu që I mjeki më thanë. Më thanë ishte I mirë, jo se ishte I mirë, dikur ja kishte stremunë, ja kishte drejtu. Dikur që a thu, kupton, a ka elbet, mos I ka ndodhë dishka, mos dit dishka, a ka diplome as ka, ku e ka kri, kejt kri. Vëqën fe, hoqë. Po hoqë, që kojnë në Arabi, po hoqë, apo do t'i po hoqë, 3 mujtë që ju në këtë këthejsh, to mërë një shalë, matë modhin se shalin, që dhe ke sheka për 4 në uti. Allah më shërof dhe ke, disa që Allah, shalët I ka nu matë më dhoj shalët, se sa rota autobusit. A më vitë shalë ka në ta, kotë, s'ka kur zonë. Se më shumë qelë, më do se s'kam qelë mi kritiku ato. Ato kanë sakrifiku për femë, une nuk jam kritik për punën që kam. Ama jam kritik normal që kodën, kër e ki dallash, ato nuk kam dallash, të i dallash. Dhe bem argument, dallash unë publikisht dalë para këtë dhe, ma bani Allah se ka bime pas të posë. Për ka fe, nuk ka hajgore. Na e ma në gji, na e në të përcil mesajnë në pejgamberit Allah. Na I thojmë njerëzve o gjallart, jena makams të pejgamberit Allah. Po qëfar makams I pejgamberit Allah, ti që kur kam të tua si janë lodh një badet, si që janë lodh kam të pejgamberit Allah. Sa therat ka një tije për fejnë Allah. Nuk e di. Asa frizura se sa ekspresa ki pijen ti në për kafiqa, po, edhe fejnë Allah. Na për mëjmë fejnë tradicionale. Tradicionale të kujtë. Tradicionale të kujtë. Të pejgamberi? Këtë në që të përë? Jo, baba sa gjithë. Po tita, dhe besë që të ka bon për ti. Po të ja kujton se tita ka ardhën këto në vëq me shtafet të me asha tita. Po ku janë më në ato gjami që janë gonë? Ato t'i kanë leonë. Ato mbulesët, ato ja ki arru që ku t'i kanë ekë. Ato dhe duvarët për t'i kanë prishë. Po ato sa dur kanë hi ati të hoxallar të I përzije dhe të I bo turshi, të I shti turshi, ti turshijet së për ekmi mo.
Ja mendove se qatë shkollaja. Për këtë arsye, ama Allahu Azza wa Jall sot neve ne ka lecu. Allahu Azza wa Jall e qelë atë celularin edhe shfleton dhe kupton që është shpeje vërtet. Që mos dilë ditër kiamet me thonë, valla, kupton, se kam ditë, ta kishna ditë e kishna vonë. O edhe me pas ditë se banë, se se kije për një me. Ti e kije viqat detë feje. Feja të na për fat keq, nuk ka fe parësore, a fe ditësore. Si të kena vakt e bojmë, pos patëm vakt, shno shoqëve. Allahu falë, a banë me ti që ta rëndone me ma falë, ja, ti do thonë s'falë, apo? E Allahu po të falë këpë, Allahu falë kanë, Allahu falë ata që i banë namaz, Allahu e falë atë që e donë fejën, Allahu e falë atë që e donë pejgamberin, e Allahu e falë atë që i shkonë mas pejgamberin, e ai që munohet me punu e munohet e pas taj e se ne banë punë sikur që shduhet, jo për çkak hileve, as për çkak mos interesit, po për çkak mos mundësis, Allahu të falë. La yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon njerin vetëm sa mund me bërë. Para të vëllezër të ndershëm, na e kena një fe të mrekullishme edhe të bukur. Bukuritë e kësaj fe besoni që dikush nuk din as mi imagjinu. Bukuritë e kësaj fe që posedojmë, dikush din mi imagjinu. Na i kena hazër. Për këtë arsye falenderojmë Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall na ka begatuar me të fe. Dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na banë mirënjohës ndaj kësaj fe. Përndryshe Allahu Azza wa Jall e transferon, nuk e hub fen. Mos më thot ti që unë po kupton, unë si mos ta maj fen, po hub fen. Jo, nuk hub fen. Feja transferohet. Pitë ti shkon te kujshit. Ka mundësi ma që donë më bon musliman, na shqiptar më bon katolik që shpo ndodhë. Apo ndodhë, edhe ka me ndodhë. Për çka këse feja nuk e njef askend për hatër, feja e njef drejtsin dhe e donë atë që e donë. Duje fejën tonë, kërënohu me fejën tonë, do të kishe njeri maj lartë dhe maj lumëtër si përfaqen tokës, do të shpëtojsh në dunjo dhe në ahiret. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na mëson për fejës e tij që nuk dim që na atron atë të cilën e kemi harru. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.